Përshëndetje Xhelil, ju mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Çfarë mund të thoni diçka për karrierën tuaj shumë vjeçare në Radio Tirana edhe në televizion? Po, unë kam thënë edhe herë tjetër edhe besoj që nuk bëhemi bezdisur ta them që unë jam ndër ata që mu dha shansi që të punoj në një institucion si që ishte Radio Televizioni Shqiptar në atë kohë. Një institucion me shumë dignitet, i cili ishte në qendër të vëmendjes së opinionit, po jo vetëm të opinionit, ishte edhe të strukturave të larta shtetërore sepse u interesonte për punën e tyre, për ashtu dhe kështu. Dhe ne, brezi im, u munduam që ta justifikojmë atë mundësi që na u dha me punën tonë, me gjurmët që lam, me programet që përcollëm, me ndjeshmërinë e publikut që ndiqte e një seri gjërash tjera. Kështu që unë e fillova në radio, ku punova rreth 35 vjet në radio, me radiodramatizimet, po jo vetëm. Punova pothuajse përgatita nga të gjitha llojet e emisioneve atje në ashtu. Po atë objektin kryesor kisha radiodramatizimet, siç ishin teatri mikrofon, heroizmi i popullit tonë shekull, fjalë artistike e tjera në ashtu. Edhe dramatizimet për të vegjël. Pastaj punova disa vjet edhe në televizion, ku bëra disa dokumentar atje edhe që kanë mbetur ashtu. Por që ky ishte shansi im, domethënë, edhe i kolegëve të mi që punuam në një institucion me të vërtet shumë të dashur për atë kohë. Dhe i dashur jo vetëm brenda vendit, por sidomos jashtë kufive të Shqipërisë, për shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë, po dhe ata të diasporës. Dhe unë këtë e kam konstatuar kur dola për herë të parë, mbas 90-s dola vajta për herë të parë në Dibër edhe në Kosovë dhe ashtu. Dhe atje takova njerëz të ndryshëm kështu dhe nuk më njihnin. Po kur dëgjonin apo ky zëri kështu, po ky zëri apo kështu, apo këtje, pastaj dëgjonin edhe emrin. Pse ti je filani? Po. Edhe kishte reagime nga më të ndryshmet, nga më të ndryshmet, nga ashtu kishte reagime nga ata. Dhe thoshin atëherë që Radio Tirana për ne ishte dielli në atë kohë, se ishte vetëm radio, pastaj edhe televizioni bashkë me të. Dhe dielli për ne lindte në Tiranë. Çfarë do të